mirëmëngjes, urdhëroni. Gjithsesi e theksoj, çdo institucion shtetëror ka tenderime, ka vend pune, ka karrige, ka gjëra, por kur vjen puna tek ligjvënësit dhe tek këto shifra, prandaj është diskutimi. Ju përshëndes dhe ju dëgjoj me kënaqësi, më thuaj. Mirëmëngjes, Andi. Mirëmëngjes. Përshëndes, të dëgjoj me kënaqësi. Këtu jam. Andi, të gjithë vendet e Europës e hoqën komunizmin e zhdukën. Në Shqipëri akoma është komunizëm. Akoma komunizëm. 2026, po bëjmë 35-36 vite me këtë të ashtu i quajtur demokraci ose le të themi sistem post-komunist edhe prap nga komunizmi shohim. Komunizëm sepse e kanë marrë klyshët e Enverit. E kanë marrë pushtetin, akoma jemi në komunizëm. Si do duken këto shifrat për disa tender që parashikon të bëj kuvendi e deri tjerë? Çfarë? Për çfarë? Këto tenderat që do të bëj kuvendi, si do duken këto shifrat? Nëse na ke dëgjuar apo ndjekur, nëse jo mund të përsëris. Jo, se nuk e kam dëgjuar. Jo, Kuvendi i Republikës së Shqipërisë parashikon të bëjë disa tendera deri në fund këtij viti, që parashikon të kapin vlerën e 2.9 milionë eurove. Dhe një karrige deputeti do t'i kushtojë nëpërmjet këtyre tenderave, procedurave tenderimit, edhe 1.200 euro. Karrigja. Nuk di e bërë tek Marangozja, ku i bëjnë ata për kaq nuk e di unë, po e them edhe pak me batut. Apo një 200.000 euro karburant për deputet, apo një 400.000 euro për një televizion që do t'api, nëse tani ngeli dhe Kuvendi t'api televizion. Më thuaj. Andi, unë s'po hyj ande ka karriget e ka tavolinat e ka nej, po unë du me thonë që kjo qeveri, që është e kanë klyshët e Enverit, nuk do eci kur për para veç varfëri, mjerim, skamje, asnjë gjë tjetër. Falenderoj ato protestuesit, inshallah ata do heqin, pa diskutim që do heqin dhe pastrojnë këtë komunizëm, dhe zhdukin këtë diktator, edhe dhe binë qetësi i vendi. Faleminderit.